Coffee in a paper cup, the engine starts right up. Clip myself into the middle seat. Daddy liked talk radio. On gravel he would drive real slow. He told me let's go see what we could see. We pulled into the empty lot before the pavement got too hot. Underneath her leafy crown, the only shade for miles and miles around. With branches low like spiral stairs, we climbed into her maiden hair. You feel like you can really fly up there. Halo njerëz! Mirë se erdhët në kanalin ton. Po bëhet avash joni, kështu që duket, me sa shefe keni andin juve, do e marrë këtu, do e lë këtu, edhe unë do iki, edhe të merë. Mos e se ti flet. Edhe të merret vetë. Nuk di të bëj asgjë gjë. Po i merr se unë dal shumë rrallë dhe pak. Pak e saktë. Po. Po Edhe bënej shaka qesh. ishim sot në pazar, më saktë unë isha në pazar, Andin e takova mbrapa, ishim pim një kafe bashk me pumpkin spice latte që ka dalë tash. Erdhëm në shtëpi, unë bëra pak pazar në treg, kish mora ca gjëra shumë të mira bio, sepse unë gjithmonë nuk kam kesh, unë kam vetëm karta. Edhe kartat më mbush burri. Ja. I mbush edhe vetë, ama Por zakonisht nuk ishte kesh domethënë. edhe isha shumë e lumtur që njëna ato teckat shiste me karta. Po dhe aty i la gjithër. Pa jam se 15 euro qova. Përveç atyre na ka sjell edhe mami Andit, super gjëra të mira nga Shqipëria. Je super. Dashurin vete, shif, ka gërë. Na ka sjell gjalp, Qumësh, gjalp. gjalp. 2 bidona si kry, Edhe ekstra shumë i mirë. edhe fajn e kam unë që ka sjell vetëm 2, se më tha mua të sjell 2 litra gjalp, 2 kg gjalp. Më thash jo se nuk e dua, jo se s'më pëlqen sepse ai Marrë dhia, marrë keci, se qa thonë, lope, marrë lope, ako di. edhe nuk Edhe e këto i soldin doja. me zonë i soldin kështu, domethënë para pyet se ne s'kishim porosit asnjë. Po, nuk donim asnjë. Po. Kemi marrë vaj dhiri, Di dhia që është aq. Ishte super. tamam. Morëm vaj ulliri. Ky është i vjetshmi se ne mbaruam atë që blem vjetëve e porositëm Amenandit edhe morëm vetëm 5 kg nga i vjetshmi, 5 litra. sepse kemi 5 litra, po se kemi ngelur pa vaj, që kështu Do marrim edhe këtë vaj që del të shi, sepse na të tuaj. rinj. Dhe kjo është stari. Kjo është Kjo është favoriti jon, kjo na pëlqen të dy më shumë. Do thënë, na pëlqen të dy më shumë. Të dy na pëlqen të shumë. po. Ne këtë e harxojmë për një ditë. Shife, ka më pak atë? Ka zell 2. Ka sjell 2. Shife? Ersi, tek pull. Këtu ka qenë, se e tjetër, identik. Shife. Po jo, më jo. Jo, më se ishte qikë. Ishte pak, asnjë gjë si ishte. Ishte pak. Ama me vërtet, bëjmë fasule me këtë, apo bëjmë thjerza, apo bëjmë çallë Nuk i gjoje. bëjmë me këtë, i shoqërojmë me këtë, se ajo s'bën, Po, gatuhet me këtë. po, jo, i shkallave që bëjmë fasulen edhe ajme këtë. Është në ekstrem, shumë mirë. Po, arruan fasulet. Me vërtet, ka bëja poshtë. Na ka sjell edhe 5 litra. 5 litra. 5 kg më burë, se Gjermanik janë se nuk e shku në Amerikë, se po të gatrojnë, që janë to? Kile. Po, 5 Na ka kg. sjell edhe 5 kg fasule, na i sjell kështu që mos ta hapen ose... Dhe ne kemi akoma fasule nga vjet, por janë shumë të mira se janë Edhe fasule marrim të gjithmonë, reja. edhe unë pëlqej shumë fasulen, edhe mjalë. Na ka sjell 4 kg, 2 kështu, sa janë tot, nuk e di të 4 kg. Vazo. Jo më 2 kg se lam, nam. Po, 2 vazo, 1 litër mjalt. Po, është shumë i mirë, me 99.9% është. Është One cuka. është mjalt për vërteti, pa sheqer, por gjithmonë nuk mund të jemi 100% No, sigurt se Po. te tjetri kemi bler. Ajo tha që është shumë i mirë. Është nga fshati im edhe këto e ke parasysh gjitha këto gjona.
Edhe morëm edhe neve 2 litra mjalt. Po, të shini që ditës kemi marrë. Ja. Këta kemi marrë. Gjalpi ishte shumë mirë, Edhe- pash. Ja, Gjalpi ishte, gjalpi me vërtet ishte shumë i mirë. Por do ishte, biles se kemi gjysori që zjemi, prej fyti grunë, pse i thej që nuk du. Hava nese se nështë unë marrin prapë, unë porosisin prapë, për ishte next time. Edhe... Që të regoj që ka bu burri një shpenzim shumë. Që ka bëkurri. E biva këtë Ka ble palaska të tenisin. tek ku bjom Tenisit. ke Lidl. Ke Lidl, ping-pongu. Edhe të rozë me gru, pa 10 euro deva. I kemi shumë qef të dyre, shti vetë me sport që nga përqet të dyre. Ha, alkur? Ja është kafe që bona për vete. Edhe bën gjithmonë kafe për vete dhe kur nuk më pyeta e do kafe. Pastaj ti the do hajde pak bukë. Jo, në thuk ta shumë do hajde me bukë. Edhe nuk më pëlqej ka kjo, aisha e portokallia shumë shpifor. Po, edhe kena ndru shive, pse do ligurë ke kafja. Kemi Kemi porosit edhe kafen. Sa po erdhi Amazon? Sa mi mirë me hapë dhe mu. O grue ti ke eksperiencë, ka eksperiencë ka grue. Me marë si kjo, sepse është shumë e mirë. Në qoftë se keni lavaca, merrni këtë, sepse me marr vërtet katër kjo pare. ishte si kafja e Shqipërisë. Ne kemi një ekspres lavacës shumë dhe A të marrë modelinjojnë kemi ne dhe është Edhe kemi marrë edhe telat e kitarës, bashkë me një të zezën që i bi kitarës. Tire, one. Vete i prosit ato dy. Po të tërë ishin. Po dhe falas mund të ishin, shiko ku është kitarja ka zem plurë, unë tem ku ta rras me na invent ta heq qafe. Kitarja shumë shpejt në të dy e në mariash ke balkonin. Okej? Do nisim shiren. T'ju tregoj qa morëm në treg, mora këtë qesen që është plot me domate bio, edhe është shumë e mirë, sepse janë lloj domate, është e verdha, është kjo që është jeshilja, është e kuqa. Vetëm së domate zemërkau nuk pash, kishte edhe në treg, kjo bëri 5 euro, është diku te 1 kg e gjys domate. Pastaj mora kërpudha, ose si që thonë gjermanisht, pilcën. Këto janë 1 euro, bën kjo pakua gjithmonë të dielën, është një zotëri që i shet. Pastaj mora një trangull limon. Kjo është e shartuar, edhe kjo është bio, e mora ku mora trangujt. Trangujt i kemi shumë qef t'i marrim kështu, që janë si tranguj fshati, këto kushtuan 1 euro copa, kjo ishte 90 cent. Mora misër, ndandi adhurojmë misrat e zjerë, i kemi shumë qef. Mora rrush, mora dhe nektarin, mora dhe lule. Këto mora, vajtën diku te 20 euro, 25 me qenë të sakt. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night is the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. Ditë e re, vënderi. Kështjela re. Po, shlosën, ose si më tha reja, jo kështjel pallati i ri. Ja, se s'më vinte fjala mua të video e kaluar. Por kemi ardhur në një shlosën Ella, e ka emrin? Ella? Po Ella. Ella. Edhe duket shumë interesante kështu. Ka këtë ndërtesë, ka dhe pjesën andej dhe si Ka një pak lezetshëm, kështu që. dhe si çdo shlosër tjetër që është në Gjermani, ka dhe ujë. Ka një si lumë që... Po, pas ka dhe barë më duket aty lart. Duket shumë interesante, është në Düsseldorf. Në Düsseldorf i merrshëm një autobus pastaj. E 20 minuta, Po. gjë ishte. Edhe erdhëm deri këtu.
thamë Dhe ishte edhe super pazari, por ne morëm vesh shumë vonë. Po. Është pazari që bëhet një herë në muaj në Düsseldorf, që është në data të ndryshme dhe është shumë i madh si pazar, edhe kishiten pafund gjëra, se kemi qenë një herë, por unë e pash online gabim, e pash sot në orën 2:30, edhe ai në 4 mbyllet, që kështu. Dhe s'ja vlen të më Po, sepse ishim gjysmë të rrugës për të ardhur këtu. Po dhe këtu duka shumë bukur, shifa ato ndërtesat karakteristike gjermane, që kam qefun dhe Andi, këtu që ka një pjesë tjetër, mendoj se do jetë edhe lokal të bar. Kështenja. A me po? Më vdes për Kështenja. Mbaroj për Kështenja. I kam me vërtet shumë Se do mos qef. pjek me dhe qërume. Po, jo qërume s'ka gjë se i pjek edhe qëroj vetë, po i kam shumë qef, po që nga e lezeqme. Po. Që nga kështu? Që mjartë me pak, do ikim edhe pak në Po. Düsseldorf të rinë, bëjnë Do jo. ikim dajmë ramen. Po, jo ndoshta po, edhe unë atë isha me himë për zonë. Do hajmë sepse nuk kemi hongër drejt, po. jo vetëm mëngjes. Po, edhe këtu që nga një rap, sa i madh gjenga, sa e bukur. Kështu kam pasur një fshat, ne kena pas ke shtëpia, domethënë para shumë viteve kur isha fëmijë, boshim goxha në kom. Goxha, domethënë rrugë kom nga aty kur alen të fugoni deri në shtëpi poshtë, dhe ka qenë rri rap shumë i madh. Gjithmonë aty boshim ndales. Edhe sa e shoh rapa gjithmonë kujtohet rruga e fshatit. Sa gjë e bukur. Edhe boshim ndales, gjithmonë. Mund të dalim edhe ne këtu. Po aty ishte ndalesa domethënë që e kishte se kerapi. Po, kështu ishte se kishte një orë pak në kom. Ama kur isha i vogël fort. Kur ikte në shkallë. Shifeni? Sa bukur. Me vërtet shumë e bukur u duket. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure, we're having fun. But it don't mean that I'm in love. I like you a lot, but you gotta step up. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I'll play cool, cause I hope you pick it up soon. Just what to do. Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it. Vënd që nga si €1, edhe do marrim një numër për €1, edhe me këtë qatë nga Një bjerë. euro dhe me 1 lekë. Çfarë me ka edhe qëllon dhe bia aty. Po, janë letra, edhe ne do provojmë fati. Po. Duhet të bjerë numër që të marrim diçka. Qofse e shprehje që është e Andit, do marrim lesh të currit. Ikëm nga Kalaja që ju treguam që parë, Vetëm ja 20 minuta. po, Në gjiro, pa. morëm U-banin që të vinim në qendër, por çfarë të shikonim rrugës? Tregu. Ama pazarin. Jo atë, një tjetër. Po, pam një pazar të vogël, ndalum, pam Po, diçka. ishte pazar me të ngrënë, me festë, me të gjitha. Do një fiks për mua. Po. Unë dosha një pazar. Hëngrëm një panine italiane. Po. Shumë shumë e mirë. Me verime, ishte janë. Edhe unë fola italisht, se më kishte marrë malli. Nuk kishte marrë shumë malli të flisja italisht. Edhe tani, po ikim të rruga jone preferuar në Düsseldorf, që është vetëm me ushqime Kineze. aziatike. Azjatike, po. Nuk janë kineze, janë dhe japoneze. Azjatike, të ikim hajmë ramen. Po, do ikim dajmë të Takumi. Po. Ne kemi dhe në Dortmund, por në Düsseldorf është Kemi hongër origjinali. asnjëherë dhe në Dortmund kemi hongër. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the Monday. And as the Folandi. Në horëm ke Takumi, provum një takeshi, një takashi, se kishte shpër. Që më intereson. Një emër kështu, gruja se pëlqeo. E kishe gjetur si për veten, bënte vetëm me pul. Po. Po unë nuk e kam qef ramen me pul. Edhe nuk e hongër dhe më thonë, po nuk të pëlqeu fare dhe mu nuk është sa pëlqeu shumë. Takumi është the best, the one and Në only. qoftë se doni të provoni ramen,
edhe nuk doni që të shgënjeheni dhe nuk e keni provuar më para, ikni te Takumi edhe jeni të sigurt që do ju pëlqej edhe ngopni barkun, por të paktën këtu ishte më lirë. Do të thonë 40 euro na shkojnë për dy. 2 lëngje dhe 2 radhë. Sepse të Takumi shkon 50, janë çik fare më shtrenjtë. Po më mirë kisha ngrënë atë me karkalet stimin atje, isha kënaqur, se sa e ngra këtë me pulp pa shije fare. Me të drejtën nuk ishte aty ku Ishte fare, jo aty. Si modë, më thonë, ky nuk hyn. Nuk ishte për mua dhe për Andin ishte. Tani do shkojmë marrim makullore, ikur lano. Tani do ajmë makullore me peshk. Po, da pas aty direkt shtëpisë se është ora 5. Shikë çfarë marrim. Kemi marrë peshk me makullore. O sa e keqe. Porosita unë, zez me shile. Po, foli me anglishtën e ti se po I tha asaj gocës, qa më sugjerojnë ti mua? Unë e anglisht, I thash, what do you suggest me? E më tha këtë okej, thash. Okej, tha kë. Thash unë, I thash unë, po ti nuk e ha matën, I thash unë. Tha mu, jo, atë dua unë. Mos kur. Ka të merreni. Kjo ishte me vanilje, kjo është e imja. Kjo është erësit, kjo të merreni gjithmonë. Vanilje? Kjo nuk është jo. E imja më vërtet nuk është. Edhe disi më tha mua, shumë e mirë tha, pse tha? Ama se kisha provu, nuk e ka problemin, kjo e zeza, kjo e shilja. Nuk është jo. Vanilja qara shumë e mirë. Është super, për zotin. Qara super, mund të hash. Hajde ndrojmë bash, hajde. Jo, ta ndrojmë jo, po mund të hash, po deshe. Që parë? Paja vëllon në erës, kultive në hodha. Më ishe shumë e keqe. Kjo është next time shumë. What do you suggest me? Just për gjithmonë. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure, we're having fun. But it don't matter that I'm in love. I like you a lot, but you gotta step up. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do. Don't you? Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it, cause you know that I'm hard to love. It won't be easy, so don't be lazy. Just give it to me, cause you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm not being mean, I'm just being me. I don't make it easy, but I'm worth a while. All that I ask is for you to please my every need, to put in the time. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do. Don't you? Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it, cause you know that I'm hard to love. It won't be easy, so don't be lazy. Just give it to me, cause you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm through trying to Erdhëm në shtëpi nga kursi. Sot ka qenë 15 gradë, që kështu përfituam nga rasti dhe veshëm pulovra. Këtë pulovra në kam marrë për 2 videosh tek Maxi, është gri, është Zarës
dhe i gjeta vetëm për 12 euro, është shumë e bukur se jam ullur. E kam veshur me një fund të bardhë edhe t'ju tregoj se çfarë kam bler tjetër. Kam bler disa gjëra super yll, edhe me këto e kam mbyllur për muajin shtator, nuk besoj se do blej më gjëra. Edhe pse po pres disa pako nga bashkëpunime, do ju tregoj më vonë 2 gjëra që më kanë ardhur nga një film polake. Por si fillim po ju tregoj këtë. Mora një qiri e fiksuara e qërimve tashi me pumpkin dhe saj pa andi se nuk e pëlqen erën as të tjetrit, ta ky tash pif si aromë. Por jo, ky vjen një aromë shumë e mirë dhe shumë e lehtë. Ishte 6 euro dhe më pëlqeu shumë, sidomos kjo pjesa këtu, këto më marrin më qafë mua. Pastaj isha tek Primarku edhe mora një set me çorape që t'i vesh me aksat se po ftohet koha edhe do e veshur këto tashi. Këto ishin 5 euro, që kështu mora këto që janë me ngjyra neutrale. Përveç këtyre mora një set pijamash që e kam hapur, sepse duhet ta provoja, është kështu, kjo ngjyra beige, super e butë, super i ngrohtë, ishte 13 euro, që kështu është, ja, bluzja. Më shumë se pijama këto janë për të ndëntur në shtëpi, sepse janë goxha të trasha, edhe nuk flihet me rroba kaq shumë të trasha, të paktën për mua po nuk qem pambuk ose sill ku nuk flet dot, por këto janë të mira për të ndëntur vërtallën për shtëpi, për të vajtur poshtë deri tek kela, edhe këto janë, ja dhe tutat. Një avion dhe ndala një sekond dhe dëgjohet kjo zhurma që po fryn erë dhe po bie shija, që unë adhuroj. Por, mora dhe këtë setin, unë s'para tregoj kështu se si kam qef, por në qoftë se ikni te Primarku, gjejeni këtë setin dhe do më falenderoni, është super fantastik. Është shumë i rehatshëm për përdita, sidomos tani në dimër që s'është kemi nevojë për shumë mbështetje për shumë gjëra, e kuptoni vetë ju goca. Ishte po me ofertë nga 7, unë kam 2 të tilla, kjo është i treti. Nga 7 ishte bë 4 euro, që kështu ishte një must, një super. Pastaj dhe në qoftë se ju influenconi si puna ime nga të tëra influencerat në përbot që kjo bluzja po bën namin dhe është e Primarkut, mirë se erdhët në klub bashkë me mua. Kjo është bluzja më e famshme për momentin që kanë nxjerrë Primarku, është kështu sold out gjithandej, edhe këtu në Dortmund duhet i kita marrë një tjetër për rejan se e pëlqeu dhe nuk e dija ka më. Kur isha unë të gjitha gocat që ishin në dyqan e kishin një të tillë në përduar. Kjo ka dalë vjet në roz, por unë nuk e mora dot, sepse ishte e shitur, që kështu e kapa si vjet dhe është boshelli që unë zgjodha. Këtu tani në Dortmund kishte boshelli dhe gri, por kjo vjen edhe në 2 ngjyra të tjera që është beige edhe vishnje, që vishnja është shumë e bukur, por ne nuk e kishim. Edhe bëm vetëm 19 euro. Materiali duket shumë i mirë, shumë i butë, shumë i plot. Dhe thash, griun mora këtë, që kështu nuk do merresha dhe këtë, është e gjatë. Mund ta veshësh me stretcher, mund ta veshësh me jeanse, me funde, do duket shumë bukur. Tash, unë influencova edhe unë, edhe e mora, dhe nuk kam si kjo ngjyra faktikisht, dhe mendoj se janë shumë të bukura. Edhe kështu e gjova ca lekë në Primarku. Por të shtunën që isha në treg, kam harruar t'ju tregoj që unë bleva një libër dhe kam marrë gjermanisht. Do më thënë jam bë disa libra gjermanisht tashi, që është ky, Hygge. Ju në qofse i keni kohë këtu te kanalim, e dini që pe këtij libri unë influencova dhe vajta në Kopenhagen me pushime, sepse atje është i shkruar nga institucioni i lumturisë nga shteti më i lumtur në botë, që është Danimarka, dhe qyteti që është Kopenhagen. Thash, ky libër e kam zgjedhur gjermanisht kësaj radhe, treqerikun e këtij nuk e kuptoj, ose gjysmë, se ca fjalë shumë ca ti kuptoj, dhe flet për dekorin e shtëpisë, ç'a është hygge, të qenit i lumtur, çfarë të ndihmon, çfarë të ndihmon, dhe ky është libri. E mora te një dyqan që është me të përdorura, edhe kushtoi vetëm 6 euro në 25 që e kam parë në dyqane dhe jam shumë e lumtur që e mora dhe është i ri, është super i papërdorur. Këto kam bler kohët e fundit, thash më kanë sjellë 2 produkte, duhet ikë edhe te posta të marr një pako, por para se të bëj të gjitha këto duhet të bëj drekën, sepse do vi burri nga puna dhe do doj buk. Për drekë sot më kanë ngelur gjysmat e atyre makaronave që kemi bërë te video e kaluar, kanë ngelur gjysmat dhe nuk i përdora të gjitha dhe do i bëjmë me salcë bolognese, do i hedh edhe pak kërpudha që kam në shtëpi, edhe do i bëj kështu një si salcë shumë e mirë dela e faktikisht, po skajole nëse nuk gabohem me ka emrin, edhe me pak pana do i fus në furrë,
ti pjek edhe i kemi sot për në shtëpi edhe nesër për me vete Andi. Banania duket kaq shumë bukur, nuk e di a ju pëlqen edhe juve, dhe lulet shikoni sa janë hapur. Këtu është iPadi që shoh unë Gilmore Girls edhe kështu është jeta së fundit mi. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better. Italien viel zu weit weg, das haben wir doch schon. Es passiert so viel Mülldenken. Also bitte nach. Wow, und wenn Sie sich gut And you know what these days I have time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups. Zetje, unë dhe Andi po ikim të Lozim, ping-pong. Ky është sporti jon i preferuar si qift. Do më thënë, në ka një sport që ne të dy bijem dakord që të dy e lozim mirë, Po, dhe ale- ko jemi konkurrent të fuqishëm, është ping-pongu. po. Unë kam lozur Gruaja është pak më dobët, por po mundohem që të arrisim nivelin e Unë kam lozur ping-pong që 10 vjeçe me babin, dhe jam goxha e mirë, mos to jam keq, shumë herë të rraf. Shumë herë të rraf. Po dalësh erësit me i maj Ua, pikët sa men. parku E ti bukur. çat bën erësi. Prisi njerë se kisha pakët. Wow! Pse më ka thellë në njerë ti mu këtu? O gruaja tani. Shifini. Sa parku bukur. Mendon se na nxjerrë? Ti jo, ti nuk nxjerr, po ti zbita kur kur që burrit atë ta ka treguar vendin ton dorës. Burri po natyrisht. Okej, dhe po sa dhe që po thoshim. Dhe i tozën ping-pong. Po, është një shkollë këtu edhe unë pardje kur po ikja në shkollën time, pash që kishte tavolina ping-pongu, i thash Andit, edhe po ikim sot të lozim. Po. Se rjetat janë gati, këto i kemi vetë, Janë ato të betonit që janë kështu tip fusha betoni. edhe ne ikim lozim. Diku lozim ke liçenin në Tiranë, se kena loz shumë. Tani lozim këtu. Domethënë lozim ke Phoenixia e Tiranës, tani lozim tek Tek Phoenixia e Dortmundit, por shikoni sa paskaret vjeshta. Nuk duket shumë nga kamera, sepse është ai momenti që po bie drita, por ky parku që nga shumë i bukur, domosë pas kam pas njerë dhe është më mbrapa shtëpisë tonë. Ky del te kurcaj ke aty lart. Si janë kështu të pasuar? Kalima të darëm shumë. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? Zim njerës, Jo. para zimre, dy loja ti, dy loja unë, pse rren? O njerëz, e di si losim, unë të esën e pik. Pra, përsërite. Mu bërqice jemi para shkollës fillore. Përsërite. Njerëz barazim, 2-2, bëm 2 loja, jam bërë ujë në djerës, kisha kohë që nuk lëvizja, por ping-pongu është një sport shumë i bukur për mendimin tim. Po. Dhe na pëlqen shumë me tham. Edhe me këtë ne po e mbyllim videon, tani që gjetëm edhe sportin ton të ri dhe vendin që kemi afër shtëpisë. Po. Presni të na shikoni shumë herë këtu. Do lozim. Po, edhe pas ka dhe një gjë të mirë që pas ka drita që kështu mund të lozim edhe mbas dite. Jemi mu te dera një shkolle fillore. Ne me kaq po mbyllim videon dhe ne përshëndesim dhe jeni shumë video mirë. tjetër. Dovjo. Paçim!